Hadith tjetër, të cilën e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka thënë hadith, shikoj pejgamberi se e ka bë pejgamberi seriozitetin jo në trup, po në ambicje. Ka thënë alayhi salatu wassalam, leysa shadidu, nuk është i fort ai i cili mundet me rrezu pilivan. Shadidu bi sur'a, kur janë në mundi atje ai tërxon. Apo sikur që plot me muslimanë e kanë ngatruar këtë mesele, e këshir trupin e vet, i këshir çerrën e vet pasqire, po fort muslimani fort jam unë. Marë pi Zoti xhelle xhelal. Marë pi Allahu subhanahu wa taala, ndërsa ai i organin sabasën e hek. I organin sabasën e çon, aja merr menja ti, shumë se ja merr menja, po çka ta merr menja ti nuk e ka shkruajt Allahu xhelle xhelalu. Nuk shkon te Allahu me muskulla. Nuk shkon te Allahu me ti ata çka ta merr menja. Çka ta bëjmë? Ai çka të mund në mundje. Arabët e kanë bos mundjen. Nuk është ai forti i cili mund. Çka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Walakin ash-shadid alladhi yamliku nafsuhu inda al-ghadab. Fa ai fort, a doni më kallzu kush ai fort? Është një njeri i cili e nervozojnë shumë. E nervozojnë, ja bin te hunda që themi neve. Ai e ma vetën. Ç'kjo është i fort? Ç'kjo i fort, një njeri i cili ja bin te hunda e thot, tamam, e gëlltit. Ajo gëllti është forcë e ti. Ajo gëllti është forcë e tina. Andaj Allahu kur i lavdroi besimtarën sura Ali Imran, çka tha? Ata të cilët yakdhimun wal kadhimin al ghayz wal afina anin nas. Tha Allahu xhela duke i lavdruar në kontekst të lavdratës, tha ata të cilët kadhimin al ghayz, ju mbledhët që tu një grumbull mlefi e çojnë te poshtë, se qesin jashtë. Wal afina anin nas, dhe njerëz që ju bojnë zullum thot të fal të koft. Çka i fort? Çka i fort? A ne kena porzi forcën? Ne kena bë me të shame, me të ofendume, sun mazanti më udhën. Unë jam më i fortë se ti. Po nuk ka be kjo, nuk ka kështu. Erdhi një njeri te Ahnaf ibn Qaisi. Edhe i tha, çiki njeri të nderuar xhamatli, Ahnaf ibn Qais e ka pas një kabile, paraforcisht i kanë pas 120.000 njerëz. 120.000. Njoni 12 shok mi pas jam Armenia. Shumë jam Armenia ati. 120.000 kabile i ka pas, kabile ati, ketë musliman. Edhe kjo ka një pari tëne. Thonë djetarët e historisë, nëse Ahnaf ibn Qaisi i kishtë thirë familjarët e vetë, 120.000 njerëz i kishin orë hazër. Mi thonë ati, qka po do? Hitë se kishin vetë, qka po do? Se e kanë pas autoritet. Ka një njeri të qiki njeri që i ka pas 120.000 ushtarë. Edhe i ka thonë, o Ahnaf, a e diti se mu me ma thonë ti një laf me më ranu, 10 ranoj une, me 10 ranoj. I tha Ahnaf ibn Qaisi, nuk o kjo, së është kjo interesant, së kjo kur gjatha. Para me ndo ki ka 120.000 ushtarë. Tha e di qka është? A e këtë pa thati një njeri, 10 lafet rana me ja thonë, as nja nuk ta thotë. Pastaj çka i tha ky njeri? Tha dashta me zbulue me çka je boj madh te populli jot. Tha me çeta. Dashta me zbulu. Pse 120.000 njerëz të rinë hazër? Kum kujtue se ku e kum menu ku e kije forcën? Forcën e pasken në majtmën e vetës. Ti s'po i dhnoshe për gjithçka. Çka tha? Bi hadha sutel qaum, me çeta ju paske vo prijës këtë çetënve. Ti se ne ma vetën, u kri jetë veç robi vetës tane. Në njeri e ma vetën, e ka përcen vetën, a i bëhet zotnija ati njerëzve. Qka tha pejgamberi sallallahu me një fjalë? Alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab, a i cili e ma vetën kura nervoz.